Mos hezitoni, bëheni një gatim special, e shpejt edhe i shishëm. Të dashur ndjekës, sot do gatuj një recet e kam pas bot dikur kur kishe fëmijë e vegjël, po ma kërkojnë dhe njerëz ndjekëset e mia që i pëlqejnë shumë patatet gjellë. Këtu hodha një litër ujë të nxehtë për ta bërë më shpejt, për të përgatit një brodo ose një lang të thjesht me një knor, po e bëj për njerëzit që nuk kanë buxhet ato ditë edhe sajoj një vakt shumë të mirë. Një knor të vogël, nuk ka as kryp që ta teproj. Tash i marrë dhe e përzi, po gjithmonë knori hidhet në ujë të nxehtë që të përgatitet dhe lëngu dhe të marrë dhe shije të mirë. Do ta lejmë të mori një val edhe do ta largoj. E largoj lëngun, unë do t'i bëj me i tenxhere presioni, bëjni me qatë të doni, mu kjo më vje për marë, voj nuk e do shumë, një filxhan, do e lejmë të nxehet, e do hudh një qep mesatare ose 2 të vogla. Do t'i hudh 2 kokra kryp, e shumë pak piper të zi, do e lej të kavodiset pak qepa, të zbutet, me zjarr mesatar, duket qepa me sy që zbutet pak, edhe do vazhdojmë të hedhim patatet, janë të prej me copa, jo shumë të mdoja, që të rrinë gjallë në gojë, do t'i lajmë mirë, edhe masi i pret, këto duhet të lajnë që të ikin një seshtja dhe patatja të rrinë në formën e duhur dhe të zbutet kollaj. Gjithmonë mas prerjes, shplajnë edhe njerë në një kulles. Ashtu i hudh gjitha. 1 kilogram. Shumë pak kryp. Ja, një kavërdisje, bashkarisht të dyja. 5-6 minuta, këto do kavërdisen, të i përzi. Ashtu që të zi pak qepa me patate, hudhim nga i qik. Ja, nga brodo që pregatitëm. Shumë pak, as një garuzhde të vogël, e duke i nejtë prapë të kuka, që mos duket qepa të bëhet një trup me patatën. Edhe patatja edhe zim, bëhet e shishme në gojë, edhe mban dhe formë. Zjarri mesatar, jo i fort, i mesëm, edhe nga pak longë, sikur dhe nga i luk gjelle, me mozon si poshtë, zë i gresën. Se bëj me domate më pëlqen me salcën që marrun për makarona të arabiatën dhe do t'i hedh 2 luk çaj të vogla. Nuk më pëlqejnë gjorat me ja kaq, për mua është normal. Saj salcë unë i hudh një nga që janë me sheqer, shumë pak ja. Sa për të heq atë aciditetin që përmban kjo që të bë dëm për stomakun, kush ka diabet mos e përdori. Edhe i hudh edhe i pik nga longu. Asnjëherë nuk e hedh koncentrat salcën, e përgatis kështu. E përzi mirë salcën. Edhe e bashkoj me gjellin. Ja, tashi, 3-4 minuta, e do mbyllet tenxherja. Për momentin, do zi me shumë pak lëng, kajqik, sa të marri masën e duhur. Do t'i hudh dhe pak kryp, se gjithmonë krypa e zbut patate. Një pjesë të lëngut. Dhe rreth 2 garuzhde. Shplaj dhe pjatën me acebet. Bëhet avash, der në fund si puna e pilafit, derisa t'i hudh gjithë lëngun, ka pakun doja heq edhe doja vej. Tashti masa është në rregull, patatja është zbut deri diku, me thënë 2 herë, do e mbush një kapak, tashti, do t'i hedh lëngun. Patatja do mlohet komplet tashi, të zi me lëngun, dhe do t'a provoj për kryp, do dhe shumë pak. Krypa me karar, se na bë dëm, na ngre tensioni, s'na bë mirë, është shumë e dëmshme. Tashti e lej të zihet, do e hap në fillim të zihet sa të mori val, lup, pastaj do ulet dhe të bëhet avash. Të shohim ku ka arrit gjella dhe sa do përfundimi. Nuk ka zi plotësisht,
Kur të lidhet, do e lejmë edhe një 8-9 minuta. E ha prap tenxherën për fundit herë tash. Ka ishte gjella ime, ja zi si që duhet, është trash dhe longu, edhe patatja, ka zi si që duhet, e kam i not kurrin al dente, të smur patatja e pabome, shumë rrezikshme, edhe duke e përzi nga i qikanash. Po s'ket trash, s'ket patate e shëmtume, bjeri një qik me funin e lugës, kështu, si që bëjmë groshën zakonisht, që të lidhet longu me lidh pataten bashkë. Ashti e fik vatran, mbaroj dhe gatimi im për sot, mos hezitoni, bëheni një gatim special për gjithë ditët e javës, e shpejt edhe i shijshëm.